Kur kjo grua hyri në linjën lokale të metros nga puna për në shtëpi, ajo nuk ishte asnjë ide se jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Ishte thjesht një udhëtim i zakonshëm nga pika A në pikën B. Por, ky udhëtim i zakonshëm shumë shpejt do të shndrohej në një makth të vërtetë, e gjitha për shkak të një buri në tren, i cili nuk pushonte së ngulur i syt mbi të. Fillimisht, ajo mendoi se ishte thjesht një vështrim i çuditshëm, por ajo që zbuloi më vonë bëri të shpërthente në lot. Pse ai burr po e ndiqte? Kush ishte ai në të vërtetë dhe çfarë kërkonte prej saj? Përgjigjja e këtyre pyetjeve do t'i trondiste themelet e asaj që mendonte për botën dhe për veten. Ishte një ditë krejt e zakonshme për 38 vjeçaren Beki. Ajo kishte përfunduar turnin e saj në punë dhe hyri në stacionin e metros. Platforma ku automjetet e transportit publik kalonin me shpejtësi ishte një pamje e zakonshme për Bekin. Ajo u fut në vagonin e mbushur plot, pa pasur asnjë ide për atë që do të ndodhte. Metroja ishte plot me njerëz, si zakonisht në ato orar. Beki e lodhur pa burra dhe gra të ngjitur pas telefonave të tyre, ndërsa të tjerët shikonin jashtë dritares. Por më pas sytë e saj u ndalën tek një burr i vetëm në fund të vagonit. Ishte një burr me flokë të shkurtër, në moshë të mesme. Ai dukej i zakonshëm, përveç faktit që nuk ndalonte së shikuari drejt Bekit. Fillimisht mendoi se ndoshta po shikonte diçka pas saj, por kur ajo ndoqi drejtimin e shikimit të tij, nuk pa askën tjetër. Atëherë kuptoi se ai po e shikonte vetëm atë. Ajo i dha burrit një buzëqeshje të lehtë dhe të sikletshme, dhe shpresën se ai do ta kuptonte që ajo e kishte vënë re dhe do të ndalonte atë shikim të bezdisshëm. Kjo nuk e dha rezultatin që ajo dëshironte. Burri i çuditshëm vazhdoi të ngulte syt mbi të, pa i larguar për asnjë çast, pa e mbyllur qepallat asnjëherë. Ky e bëri atë të ndjehej jashtëzakonisht në siklet. Kur më në fund mbriti në stacionin e saj, burri dukej se kishte zbritur diku më parë dhe ishte zhdukur. Por gjatë rrugës për në shtëpi, ajo ndjente vazhdimisht sikur ishte në vëzhgim. Ishte sikur dikush po e shikonte çdo hap të saj, pavarësisht sa shumë rrugë dhe kthesa kalonte. Vazhdoi ditën sa më normalisht që mundej. Lexoi diçka të lehtë dhe në fund pa një fjalim për t'u shpërqendruar, por ndjesia e parehatshme nuk e lëshonte. Atë se të nesërmen, kur duhej të kthehej në punë, ajo e kishte tmerr udhëtimin me metro. Dhe me të drejtë, sepse sapo hyri në tren, sytë e saj u përplasën me të njëjtin burr. Ajo ndjeu zemrën të rikte fort në gjoks, kur e pa sërish atë burr duke shikuar gjatë gjithë kohës, pa i ndarë syt as edhe një sekond. Çfarë donte ai prej saj? Ishte një ndjesi që i drithëronte trupin. Megjithatë, ajo u përpoq të vazhdonte ditën normalisht. Në punë ajo ndihmoi njerëzit me problemet e tyre si zakonisht, dhe gjatë gjithë kohës shpresonte që dita të mos mbaronte kurrë. Por fatkeqësisht, orët kaluan me shpejtësi dhe ndërimi përfundoi. Duhej të kthehej në shtëpi, gjë që nuk kuptonte një tjetër udhëtim me metro. Ajo shkoi me shpejtësi drejt stacionit të metros, me shpresën se nuk do të shihte më atë burr. Por sapo hyri në vagon, ai ishte aty. Kur metroja mbriti në ndalesën e fundit, ai nuk ishte zhdukur nga pamja, përkundrazi. Kur Beki zbriti nga metroja, edhe ai zbriti. Ky ishte një zhvillim i ri dhe shumë shqetësues për Bekin. Shpejtoi hapat, duke u përpjekur të largohej sa më shpejt nga platforma, por ishte e kotë. Sa herë që kthente kokën pas, burri ishte aty. Ai mbante distancë, por nuk ndalonte se ecuri pas saj. Ai nuk e humbiste asnjë hap të saj. Bekit po i digjnin muskujt e këmbëve nga lodhja, teksa përpiqej të arrinte në shtëpi sa më shpejt që të ishte e mundur. Çdo herë që kthehej në ndonjë qoshe, shpresonte që ai të mos ishte më aty. Por pavarësisht përpjekjeve të saja, ai vazhdonte të ndiqte dhe e mbante gjithmonë të njëjtën distancë rreth 30 metra. Sa herë që ajo ndalej edhe ai. Sa herë që ajo niste të vraponte, niste edhe ai. Nuk kishte më dyshim. Po më ndjek deri në shtëpi, tha Beki me zë të lartë, kur sytë e saj u kthyen pas dhe sërish i ndeshën me sytë e tij të mprejtë.
Me frikën në zemër ajo futi dorën në çantë për të marrë telefonin dhe për të thirrur 192. Por duke ecur me ngutë dhe shpërqendruar, nuk e pa një pllak trotuari që ishte pak më lart dhe u pengua. Me zor arriti të ruante ekuilibrin, por telefoni i ra nga dora dhe përfundoi në asfalt. Për fat të mirë, aparati nuk u thye, por rënja i dha burrit mundësinë për të zvogluar distancën mes tyre. Beki ngriti kokën e tronditur, por ai ishte zhdukur. Me shtëpinë vetëm 200 metra larg, ajo mori një frym të thellë dhe nisi të vraponte. Burri nuk dukej më. Ajo arriti në shtëpi dhe hyri me vrap, duke mbyllur derën dhe duke tërhequr perdet. Ndërsa rrahjet e zemrës filluan të ngadalsoheshin, ajo hapi një çarje të vogël në perde për të parë jashtë. Dhe aty ishte, përballë banesës së saj, i palëvizshëm, duke shikuar dritaren e saj. Një ndjesi e fortë paniku përfshiu Bekin. Ajo kapi menjëherë telefonin dhe telefonoi policin. Këtë herë nuk do të hezitonte. Ajo i shpjegoi operatorit çdo gjë, sjelljen e çuditshme të burrit në metro, ndjekjen në rrugë, frikën që e kishte detyruar të vraponte deri në shtëpi dhe si ai tani qëndronte përballë dritarës së saj, duke e vrojtuar pa lëvizur. Operatori i siguroi se një patrull ishte në rrugë tek ajo. Pasi mbylli telefonin, Beki e vendosi pajisjen në tavolinë dhe priti me ankth. Kaluan 15 minuta, kur zili e derës ra, ajo ndje e lehtësuar. Vrapoi për te dera, hapi dryrat dhe rrotulloi çelsin, por kur dera u hap, Beki u ngri. Nuk ishte policia, ishte ai, i njëjti burr që e kishte ndjekur. Ai tani ndodhej pikërisht në pragun e saj. Zemra e saj sa nuk po i dilte nga gjoksi. Kur nisi të shtynte derën për ta mbyllur, ai vuri këmbën në prag për ta penguar të mbyllej. Pastaj foli: "Të lutem, dëgjoj pak. Më duhet me çdo kusht ndihma jote." Frika e Bekit u kthye në hutim. Toni i tij ishte i butë, i dëshpëruar, as pak kërcënues siç kishte menduar. Ajo arriti të pyes me zë që i dridhej: "Pse më ndoqe?" Lot mbushën sytë e tij. "Nuk mund ta shpjegoj me fjalë pse jam këtu. Por është urgjente. Të lutem Beki, duhet të më besosh." Ajo u trondit, si mund të dinte emrin e saj. Kishte frikë, por edhe kuriozitet. Në një çast të nxitimit emocional, Beki kapi pallton dhe ndoqi burrin në natë. Ndërsa ecnin në heshtje, burri u prezantua me emrin David. Ai tha se ishte takuar më parë. Beki ndëgjoi me kujdes, ende e pasigurt teksa ai shpjegonte se kishin pasur një takim në spital, aty ku ajo punonte. David e kishte shoqëruar dikë në një takim mjekësor disa javë më parë dhe kujtonte qartësisht mënyrën si ajo e kishte trajtuar, me mirësi dhe durim, ndryshe nga të tjerët që ishin indiferent. Në fillim Beki nuk e mbante mend, ajo takonte me qindra pacient çdo javë, por sa më shumë që fliste, aq më shumë kujtesej qartësohej. Po, ajo e mbante mend. David nuk ishte pacienti, por kishte qenë me dikë tjetër. Davidi e pohoi me emocion në zë. Ai nuk kishte nevojë për ndihmë atëherë, por dikush tjetër kishte. Ata ndaluan përpara një shtëpie të vogël dhe të vjetër. "Kemi arritur," tha David ndërsa hapi derën. Beki nguroi. "A do të futej me të vërtet në shtëpinë e një të panjohuri?" Por kur mendoi të kthehej mbrapsht, një zë i dobët u dëgjua nga brenda. "David, je ti biri im?" Zëri e bëri Davidin të shpërthente në lot. I prekur nga momenti, Beki hodhi sytë nga brenda dhe vendosi të hyj. Brenda, shtëpia ishte modeste, e mobiluar thjesht. Në dhomën e ndenjes ndodhej një burr i moshuar, i shtrirë në një shtrat spitali të zbetë dhe ishte i dridhur. Pavarësisht përvojës së saj si infermiere, pamja e tij e tronditi thellë. Ai dukej shumë më i vjetër se sa ishte në të vërtetë. "Kush është kjo vajzë e bukur?" "David," pyeti burri i moshuar. Davidi nxitoi të ndihmonte ta atin të ulej. Me butësi e prezantoi Bekin si një person nga spitali, që kishte treguar mirësi kur të gjithë të tjerët i kishin refuzuar. Beki e përshëndeti me respekt, ndonse nuk e kishte ende të qartë si mund të ndihmonte. Më pas Davidi shpjegoi gjithçka. Babai i tij vuante nga një sëmundje rrallë
që prekte lëvizshmërinë dhe organet. Gjatë vitit të fundit, gjendja e tij ishte përkeqësuar ndjeshëm. Ata kishin vizituar shumë spitale, por pas konsultës së parë, çdo shpresë që u jepej u merri menjëherë. Trajtimi që i nevojitej ishte eksperimental dhe i kushtueshëm. Asnjë siguracion nuk e mbulonte. Çdo spital që i priste fillimisht më pas i përzinte, sapo mësonin për koston. Kishin mbetur veten. Por në gjithë këtë dhimbje dhe refuzim, ajo që David mbante mend ishte momenti kur Beki kishte folur me mirësi dhe i kishte buzëqeshur. Ajo ndërhyrje e vogël kishte lënë një gjurmë. E ndëgjoi në heshtje rrëfimin e Davidit. Dhimbja në zërin e tij ishte aq i thellë sa nuk kërkonte asnjë provë tjetër. Në sytë e tij ajo ishte e vetmja dritë shpresë që kishte mbetur. Ai i rrefeu se që nga ajo ditë në spital nuk e kishte haruar më, dhe kur e pa sërish në metro, ndjeu se duhej të vepronte. Nuk ishte thjesht një impuls, ishte dëshpërim. Ai nuk ishte një ndjekës i rrezikshëm, ishte një bir që kërkonte ndihmë për babain e tij në të vetmën mënyrë që njihte, duke u kapur pas të vetmës fytyrë që i kishte dhënë ndjenjen se dikujt i bëi ende vonë. Beki u ndje e mbi ngarkuar emocionalisht. Gjithçka kishte ndodhur aq shpejt. Vetëm pak ditë më para ajo kishte ndjer frikën më të madhe të jetës së saj. Dhe tani po qëndronte në një shtëpi të huaj pra një buri të moshuar që po vdiste, ndërsa i biri i lutej për ndihmë. Ajo nuk kishte asnjë zgjidhje magjike. Ishte thjesht një infermiere me ndikim të kufizuar, por ajo e kuptoi peshën e asaj që po ndodhte. S'kishte më të bëjë sikur se kuptonte. Sytë e Davidit kërkoni një shpresë që nuk vinte nga asnjë sistem, por nga njeriu përballë tij. Me lot në sy Beki pranoi. Sistemi i kujdesit shëndetësor e ka braktisur babain tënd. Nuk mund ta lëm në këtë gjendje, por nuk e di si mund të ndihmoj. E megjithatë, ajo premtoi se do të përpiqej. Qatë mbrëmje, Beki mori telefonin dhe kontaktoi mikeshën e saj të ngushtë, Monikën, një infermiere me përvojë të gjatë në spitale. Edhe pse Monika tregoi simpati për rastin, nuk kishte zgjidhje. Të tjerët kolegë dhanë të njëjtën përgjigje. Sistemi ishte shumë i ngurtë, trajtimi shumë i shtrejtë. Refuzimi ishte një goditje e fortë. Por Beki nuk u tërhoq. Edhe pse të gjitha rrugët dukeshin të mbyllura, Beki nuk mund ta linte ashtu atë burr të moshuar. Ajo nisi të vizitonte çdo ditë, duke i sjellë qetësues, duke i dhënë ndihmë për dhimbjen dhe duke e lehtësuar sa të mund të vuajtjen. Ishte e vetmja ndihmë që mund të ofronte në ato rrethana. Por me kalimin e javëve u bë e qartë që gjendja e të moshuarit po përkeqësohej. Mjekimet e thjeshta nuk mjaftonin më. Një të ejte me shi, Beki shkoi tek ata me një zemër të rënduar. Ajo ishte përgatitur ta përshëndeste për herë të fundit dhe t'u shpjegonte se nuk mund të vazhdonte më. Jo sepse nuk donte, por sepse ndihma e saj nuk mjaftonte më. Por kur dera u hap, Davidi e priti me një buzëqeshje jo me pikëllim. I habitur, fytyra e tij rrezatonte gëzim, jo dhimbje. Beki nuk po kuptonte asgjë. E pyeti menjëherë, çfarë ka ndodhur? Davidi nuk foli menjëherë. Thjesht i ofroi një copë tortë dhe i tha: "Sot është ditë feste." Beki mbeti pa fjalë. Çfarë po festonin? Davidi e përqafoi fort, duke i përshpëritur në vesh. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka. Ai është pranuar për trajtim. Beki mbeti e shtangur. Si është e mundur? Ju nuk e kishit mundësinë, nuk e kishit as sigurimin, as të ardhurat. Davidi e çoi drejt të kompjuterit dhe i tregoi një email. Pas thirrjeve të Bekit tek kolegët e saj, historia e tyre kishte nisur të qarkullonte me stafit të spitaleve. Ajo u përhap aq shumë sa përfundoi në një gazetë lokale, në formën e një artikullit të thelluar që rrëfente udhëtimin e tyre të dhimbshëm dhe përfundonte me një thirrje për ndihmë. Një bamirës i pasur kishte lexuar artikullin, pa hezituar kishte ofruar të mbulonte të gjithë trajtimin, pa kërkuar asgjë në këmbim. Beki nuk mund të fliste. Zëri i saj u drodh. Mrekullitë ekzistojnë, përshpëriti ajo më në fund. Trajtimi filloi menjëherë. Operacioni u krye me sukses dhe mjekimi i ri eksperimental dhe shenja premtuese tha shumë pozitivitet. Beki qëndroi pranë tyre gjatë gjithë procesit, duke siguruar kujdesin që i moshuari kishte nevojë për t'u rikuperuar. Pas vetëm disa javë, shëndeti i tij filloi të përmirësoj ndjeshëm.
Brenda një muaji Beki nuk kishte më nevojë të vinte çdo ditë. Vizitet e saja u reduktuan në një herë në javë. Dhe në fund të periudhës 6 mujore të trajtimit, burri i moshuar nuk kishte më nevojë për ndihmë të rregullt mjekësore. Por lidhja mes tyre nuk përfundoi me fundin e trajtimit. Edhe pse nuk kishte më nevojë për kujdes profesional, ajo vazhdoi ta vizitonte shtëpinë e tyre, këtë herë jo si infermiere, por si mike. Ajo vinte për kafe, për të qeshur dhe për të ndëgjuar lajmet e fundit. Marrëdhënia e saj me Davidin dhe Taatin ishte kthyer në diçka të rrallë dhe të bukur. Nga një takim i rastësishëm në një korridor spitali, nga një shikim i frikshëm në metro, tani ishte bërë një familje e zgjeruar me lidhje të sinqerta. Për Davidin dhe babain e tij, Beki nuk ishte thjesht një infermiere. Ajo ishte arsyeja pse shpresa ishte rikthyer në jetën e tyre. Ajo ishte gruaja që dikur kishte frikë nga një i huaj dhe në fund kishte ndryshuar gjithçka vetëm sepse zgjodhi të dëgjonte.